Kul yuhiya alladhi anshaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Thuaj, do të ringjall ai i cili i ka krijuar herën e parë. Me të vërtetë që i din të gjithë krijesat, i din të gjitha llojet e krijimit. Pra i cili ka fuqinë ta krijojë diçka nga e paqena, e ka shumë më të lehtë ta rikrijojë atë. Le të japim një shembull. Qofse një inxhinier projekton një makineri, e prodhon atë, e pastaj vendos se këtë makineri ta shpërbëjë në copa të vogla. A mund thuhet se ky inxhinier nuk e ka aftësinë që t'i bashkojë këto copa dhe ta formojë, ta prodhojë prapë atë makineri? Ai që e ka bërë herë, e bën prapë. Kur kjo është për fuqinë njerëzore, se njeriu e ka mendjen e kufizuar, e ka aftësinë e kufizuar, e ka forcën e kufizuar. E si mund të jetë e pamundur për fuqinë hyjnore, për forcën e Allahut xhelal, që të mos e rikrijoj një njeri të cilin e ka krijuar për herë të parë. Ta nxjerrësh diçka në ekzistencë, flas nga ana e logjikës njerëzore, është shumë herë më e vështirë se sa ta riprodhosh atë. Edhe fabrikat prodhojnë herë prototipin, pastaj pasi e kanë atë prodhimin e parë, prodhimin seri e kanë shumë më të lehtë, shumë më të kollajt. E Allahu xhelal, i cili e ka nxjerrë qenien nga hiqja në ekzistencë, ai i cili drejton të gjithë gjallësat dhe krijesat që gjenden në gjithësi, ka shumë më të lehtë e më të kollajt që njeriu pasi e ka krijuar ta rikrijojë atë përsëri.